Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa temmu teslima lel mebuthi rahmeten lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë të madhit Allah Gjalleshanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Lusë Allahun e madhrishëm që ta pranoj agjerimin ton dhe të gjitha punët e mira të cilat i bëjmë në këtë muaj të bekuar. Muaj Ramazan është muaj i cili me vete mbart mesazhe madhështore. Nuk ka dyshim se adhurimi më i theksuar në këtë muaj është agjerimi. E po ashtu, agjerimi ka dimensione të ndryshme, ka mesazhe të shumta dhe ka mësime të pafundme në drejtim të përmirësimit të jetës tonë, si dhe të ngritjes tonë shpirtërore, morale, po në të njëjtën kohë edhe materiale. Nëse ndalemi në çështjen e agjerimit, do të shohim se për një muaj rresht, agjerimi na mëson edhe për atë që ne të jemi principiell, të përpikt dhe të përmbahemi termineve. Realisht, ne si njerëz në jetën tonë kemi shumë nevojë që mos u dalim prej fjalëve njerëzve, mos i shkelim premtimet, mos i thejmë parimet dhe mos i shtyjmë terminet. Në fakt, mos e tejkalojmë kohën të cilën e kemi përcaktuar se me dikë do të takohemi ose se do të bëjmë një veprim. Kështu, muaji Ramazan përmes agjerimit na mëson, na trajnon që të jemi të përpikt, të jemi serios në qasje, të jemi shumë të koncentruar kur i bëjmë veprimet dhe në të njëjtën kohë të përmbahemi termineve. Këtë do të mundohemi ta ilustrojmë me dy shembuj nga agjerimi. Normalisht kur agjerojmë e kemi iftarin, pra kur e përfundojmë agjerimin në fund të ditës, pra me perëndimin e diellit, dhe po ashtu e kemi edhe imsakun, që është në kohën e syfirit dhe që shënon momentin e fundit kur ne mund të hamë dhe të pijmë gjatë natës. Dhe kur vjen imsaku, pra do të thotë e ndërpresim hajen dhe pijen, për shkak se pas kësaj kohe fillon dita, pra fillon koha kur ne agjerojmë. Tash, imsaku dhe iftari janë termine, janë kohë që ne nuk guxojmë të rasti i imsakut, pra ta tejkalojmë, ndërkaq të rasti i iftarit ta bëjmë hajen dhe pijen apo të konsumojmë ushqim para se të vi koha, se atëherë do të konsiderohej se ne e kemi prishur agjerimin. Imsaku dhe iftari janë pra sinonim të termineve, të kufive, dhe ne patjetër të përmbahemi atyre. Për një muaj rresht, duke qenë të koncentruar dhe duke qenë të kujdesshëm që mos e tejkalojmë imsakun dhe mos ham dhe pim para se të vi koha e iftarit, ne pra mësohemi që t'i respektojmë terminet, të jemi të përpikt në termine dhe të përmbahemi termineve, në fakt t'i përmbahemi asaj që e kemi premtuar, sepse kur me dikant e len një termin, ti në fakt pra i ke premtuar se me të do të takohesh në atë kohë që e ke përcaktuar. Për atë, pikrisht pra, agjerimi përmes iftarit dhe imsakut na mëson që ne edhe në jetën tonë të përditshme tu përmbahemi termineve e jo pra t'i themi dikuj se në këtë kohë do të takohemi e pastaj të shkojmë me vonesë ose mos
e marrim shumë seriozisht çështjen e termineve. Jo. Pra, për në jetën e përditshme na mëson agjerimi se është e rëndësishme që të jeni principiell, të përmbaheni termineve. Po ashtu, na mëson agjerimi që të jemi të koncentruar. Pse? Sepse, çka do të thotë të agjerosh? Do të thotë të hekish dorë, të abstenosh nga haja, pija dhe gjërat tjera të cilat e prishin agjerimin. Kjo do të thotë se gjatë ditës pra, kur agjeron, duhet të jesh i koncentruar, mos bësh një veprim i cili e prish agjerimin. Pra, na mëson muaj Ramazan përmes agjerimit dhe ndalesave që janë në agjerim, që të jemi të koncentruar dhe seriozisht t'i marrim gjërat. Për atë se, pra ne e shohim ujin, e kemi ujin para vetit, i kemi ushqime tjera, pemë, perime, e kështu me radhë, dhe për shkak se agjerojmë, çka bëjmë? Ne ndalohemi. Do të thotë jemi të koncentruar, jemi të kujdesshëm, bile dhe mos harojmë. Pse? Se jemi duke agjeruar. Do të thotë, kjo praktikë na mëson që të jemi serioz dhe të jemi të koncentruar edhe në jetën tonë të përditshme. E gjithë kjo tregon se agjerimi pra është shkollë, agjerimi është trajnim, agjerimi na mëson se si të përfitojmë nga këto gjëra edhe në jetën tonë të përditshme. E lut Allahun e Madhrishëm që këto mësime t'i bëj të dobishme për mua si ligjërues, po ashtu edhe për gjithë ju pra që na dëgjoni. Lut Allahun e Madhrishëm ta pranon agjerimin tonë dhe të gjitha punët e mira të cilat i bëjmë në muajin e bekuar Ramazan. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.